Realizime gjatë vitit të kaluar në shkollën ekonomike, planet për këtë vit. Vjojnë akuzat për keqpërdorime, ndërmarrja publike komunalec, Rufiu blente te Rufiu. BDI heq dorë nga presidenti konsensual, synon kreun e kuvendit. Myanmari njohu shtetin e Kosovës. Gjendje lufte në Kiev. Ky është edicioni i lajmeve në TV2. Me ju në studio, Agim Mustafaj. Përshëndetje teleshikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në TV2. Paraprakisht ndoqët titujt e disa nga informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krahas tyre dhe shumë informacione tjera nga vendi dhe bota do t'i shpalosim pas një minute marketing. Qëndroni me ne. Për 250 dinar marr kartel me 250 dinar mbushje më rënë. Po. Plus 3 muaj ditë folas me kredi Alba Fund. Po e sakt. Plus pritash me kredi operator tjerë më me ful pa kufi. Po. Çka të ful? Edhe këta. Po, asi gryca. E kjo? Shikoje. Edhe ai nuk e deshi gryesën dhe ju ngjit telefonin në fytyrë. Më falni, kur është të bëra shpaklla, mendoj gryesa për internet se mund gjit telefonin në dorë. Kujdes, thirrje pa kufi, aktivizo pakot dhe fol sa të doj shpirti me të gjitha rrjetet. Kombino minuta, SMS dhe internet sa të kesh dëshirë. Fol shqip, Albafon. E hapim këtë edicion si zakonisht me lajmet lokale. TV2 vijon me reportajet nga institucionet e ndryshme me karakter publik. Kësaj radhe do të paraqesim shkollën e mesme ekonomike komunale. Zëvendës drejtori Kasam Kasami jep detaje për punët që u kryen në vitin e kaluar dhe planet për realizimin gjatë këtij viti kalendarik. Reportazhin e përgatiti gazetarja Gëzime Imeri. Shkolla e mesme ekonomike komunale në Gostivar ka realizuar gjatë vitit 2013 një sër projektesh në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës dhe cilësisë së procesit edukativo-arsimor. Drejtori i këtij institucioni, Kasam Kasami, njofton se nga prilli i vitit të kaluar kur ai ka marrë këtë detyrë, kanë mobilizuar të gjitha kapacitetet, resursat njerëzore e materiale për të intervenuar në përmirësimin e gjërave me prioritet. Në kuadër të kësaj ai radhit. Ne për një kohë të shkurt rregulluam njët sanitare me një rrjet të ri për ujë dhe një rrjet të ri për kanalizimin. I rregulluam dyert, toaleteve, dritaret, ventilimin dhe ndriçimin e tyre. Kemi investuar gjatë pushimit veror përmirësimin e infrastrukturës në shkollë, edhe atë me remetimin savatimin e shkollës, edhe atë afër 8.000 metrë katror, lyerje me dhe riparime që janë bërë paraprakisht të mureve të shkollës me polikolor, pajisëm klasat me banka të reja, me karike të reja, kompletuam 3 kabinete me pajisje kompjuterike. Gjithashtu kemi bërë investime edhe në oborin e shkollës, në rrethorën e shkollës. Në dhjetor të vitit të kaluar, Komuna e Gostivarit, Shkolla e mesme ekonomike komunale dhe organizata USAID nënshkruan memorandum për bashkëpunim. Me këtë rast, në kuadër të projektit për integrim në arsim, kjo shkollë do të fitojë 1.200.000 denar për rinovimin e shkollës. Drejtori i shkollës thotë se prioritetet janë identifikuar dhe tani po punohet në implementimin e fazave të këtij projekti. Me këtë, Shkolla mesme ekonomike bëhet pjesë e komponentes të katërt, me çka siguron renovimin e shkollës në vlerë prej
afër $30.000 dhe participim të komunës me 10%. Kjo është me qëllim të stimulimit të shkollës. Projekti është në fazë të implementimit, do të thotë kanë kaluar faza e parë e dyta, jemi në fazën e tretë të implementimit, edhe vitin 2014 do të duhet USAID-i me anë të memorandumit që nënshkruan të bëj investim në shkollë. Ne kemi identifikuar prioritetet në shkollën tonë, ashtu që momentalisht prioritare është të zaventësojmë dritaret e drurit që janë gjithashtu të vjetra sa edhe shkolla. Edhe prioritet tjetër është ndryshimeja e sallës sportive të shkollës. Krahas këtyre, sipas drejtorit të shkollës, gjatë periudhës në vijim do të identifikohen edhe prioritete tjera që do të lindin si nevojë e kohës me qëllim të përmirësimit të kushteve hapësirore dhe cilësisë së mësimit në këtë shkollë. Drejtuesit e ndërmarrjes publike komunale kanë akuzuar ish kryetarin e komunës së Gostivarit, Rufi Osmani, se në kohën e qeverisjes së tij janë bler pajisje teknologjike në ndërmarrjen publike nga firma private që drejtonte ai. TV2, duke respektuar kodin gazetaresk, është drejtuar për të marrë prononcimin edhe nga pala tjetër. Nga Rilindja Demokratike Kombëtare kanë theksuar se gjatë ditës së nesërme do të përgjigjen akuzave, duke paraqitur edhe fakte konkrete. Publikimet e dokumenteve për keqpërdorime dhe akuzat e ndërsjellta mes drejtuesve të Rilindjes Demokratike Kombëtare dhe ndërmarrjes publike komunale kanë vijuar edhe të premten. Kësaj radhe, drejtuesit e ndërmarrjes publike komunale kanë akuzuar ish kryetarin e komunës së Gostivarit, Rufi Osmani, se në kohën e qeverisjes së tij janë bler pajisje teknologjike në ndërmarrjen publike nga firma që ai drejtonte. Drejtuesit e ndërmarrjes pretendojnë se Rufi Osmani në periudhën gusht tetor 2011 në të njëjtën kohë, duke qenë edhe kryetari komunës së Gostivarit, edhe themeluesi dhe pronari i kompanisë private Ardian Rufi, janë bler pajisje teknologjike si kosice, televizor dhe pajisje tjera, pikërisht nga firma private që ai drejtonte. Fatura e realizuar në xhirollogarin e kompanisë Ardian Rufi rezulton të ketë përfshirë vlerën prej 94.490 denar apo rreth 1.500 euro. Është skandal. Rufiu, kryetar komune, blente nga Rufiu, pronari firmës Ardian Rufi Doel Gostivar. Udhëheqësia aktuale e komunës së Gostivarit dhe ndërmarrjes publike komunale nuk kanë dashur që të humbin kohë dhe të merren me udhëheqësinë e shkuar komunale dhe të drejtorisë, por këtë punë kanë dashur që t'u lënë vetë institucioneve kompetente që t'i gjurmojnë keqpërdorimet me komunën dhe ndërmarrjen për periudhën 2009-2013. Por për shkak se ditëve të fundit nga partia Humbse RDK e kryetarit Humbas Rufi Osmani, nisën një sër publikimesh sipas tyre për skandale për drejtorin aktual të ndërmarrjes publike komunale Mehmet Ali Xhaferi. Atëherë ne do të fillojmë me publikimin e mega skandaleve që janë bërë në ndërmarrjen publike komunale, duke filluar nga Rufi Osmani, thuhet në komunikat. Mëtej, mes tjera shpotencohet se faturat që publikohen tregojnë për një keqpërdorim të papar nga një ish kryetar komune, i cili tërkohën shitej si menaxhues i ndershëm, menaxhues që nuk keqpërdor me funksionin publik, por duke harruar se ka bërë shkelje të rënd të ligjit edhe vetë dokumentet vullosin keqpërdorimet e rënda që ai ka bërë në periudhën 2009-2013. Bashkangjitur me komunikatën, ndërmarrja publike ka publikuar edhe faturat realizuara në periudhën që ai drejtonte me postin e kryetarit të komunës. Do ndjekim tani informacionet nga buletini i policisë së Gostivarit. Raportohet për një vjedhje në fshatin Stenqe dhe një zjarr të shpërthyer në fshatin Negotin. Ti ndjekim. Hajnat tashmë nuk zgjedhin, por ca këta aktiviteteve të tyre i kanë bërë çdo gjë që u del përpara e që ju ngjall idenë për gjëra me vlerë. Gjatë natës së kaluar, personat pa njohur deri më tani kanë realizuar vjedhje të rëndë në shkollën fillore të fshatit Stenqe. Sipas sektorit të punëve të brendshme Tetov, hajnat me forcë kanë hapur derën e hymjes dhe pasi që e kanë kontrolluar tërësisht objektin, nga klasat të ndryshme kanë marrë 5 shtëpiza kompjuteri si dhe 2 monitor. Vlera e përgjithshme e dëmit të shkaktuar arrin deri më 2.500 euro.
Pas ekspertizës realizuar në vendin e ngjarjes, janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit dhe gjegje të autorëve. Dje pas ditë rreth orës 18:30 është shkaktuar zjarr në shtëpinë e 34 vjeçarit me inicialet MM nga fshati Negotin e Pollogut. Zjarri sipas pronarit të shtëpisë është shkaktuar nga djali i tij 7 vjeçar, i cili gjatë qëndrimit në dhomën e ndenjës ka luajtur me një shkrepse. Për pasojë është ndezur ambienti në fjalë dhe zjarri ka përfshirë komplet interierin dhe çdo lloj aparature brenda saj. Me intervenim të pjesëtarëve të asaj familje, banorëve të fshatit dhe ekipe të zjarrfiksëve, zjarri me shpejtësi është lokalizuar dhe është parandaluar për hapje e tij mëtejme. Organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe po punohet në drejtim të vërtetimit të vlerës totale të dëmit të shkaktuar nga zjarri. Fatmirësia e këtij rasti qëndron në atë se krahas dëmit material nuk ka viktima në njerëz. Pas një sëmundje të gjatë, dje në moshën 45 vjeçare, u nda nga jeta Irfan Gjeladini, ish luftari UÇK-s. Ai ishte ushtari dalluar në brigadën 116 Tahir Sinani. Varimi të ndjerit u bë sot pasdite në varezat e fshatit të tij të lindjes në Reçan. Ekipi TV2, familjes Gjeladini i shpreh ngushëllimet më të sinqerta. BDI heq dorë nga presidenti konsensual, synon kreun e kuvendit. Myanmari njohu shtetin e Kosovës. Gjendje lufte në Kiev. Do të kalojmë tani te lajmet nga Maqedonia. Në fillim të shkurtit, kuvendi do të votojë për shpërbërje, ndërsa në muajin prill në Maqedoni, bashkë me zgjedhjet presidenciale, do të mbahen edhe zgjedhjet të parakohshme parlamentare, njofton portali Macedonas Libertas, i cili referohet të burimeve të koalicionit. Kusht për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, BDI e kërkon vendin e dytë të hierarkisë së pushtetit, atë të kryetarit të kuvendit, pozicion të cilin për momentin e mban Trajko Veljanovski. Sipas marrëveshjes paraprake, zgjedhjet do të duhet të mbahen në mes të muajit prill. Siç citon portali Libertas, nga burime partijake, VMRO-DPMNE do të shpejtohet për shkak të fushatës së përforcuar të opozitës, për të cilën siç thonë, nuk dihet se cilin drejtim do ta marrë, për shkak se ata do të zbulojnë skandale kriminale të dokumentuara të antarëve të partisë qeveritare. Druajtja se kjo mund në masë të madhe ta ulë rejtingun e tyre është arsyeja e vetme për të cilën Maqedonia, për herë të tretë në 5 vitet e fundit, do të shkojë në zgjedhje parakohshme. Kisha e Shkupit nuk mund të quhet maqedonase, por duhet të pranoj emrin e vjetër të dioqezës së Arkiepiskopit të Ohrit. Është qëndrimi të cilin e ka shprehur Mikhail Trips, dekan i Fakultetit Teologjik në Universitetin Shtetëror të Aristotelit në Selanik të Greqisë. Ai gjithashtu ka bërë thirrje që Kisha Ortodokse Maqedonase t'i kërkoj falje kishës MM në Serbi për shkak të ndarjes fuqiste. Pasi ta bëj këtë, KOM atëherë do të duhet të shpresojë në një autonomi dhe më pas në mundësi për autokefali. Teologu grek gjithashtu pohon se KOM është në ndikim të shtetit dhe bën siç i thonë qeveritarët. Qëndrimet e tij shprehi edhe qëndrimet e priftërinjve grek, të cilët kur është në pyetje pavarësia e KOM-it, ata mbështesin kishën serbe. Edhe pse nga foltorja e parlamentit kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama përcolli siguri para qytetarëve se nuk ka projekt për devimin e lumit Radika, për ta përforcuar këtë, ai është takuar sot me dy ministrat e Maqedonisë, atij të ekonomisë Valon Saracini dhe atij të mjedisit e planifikimit hapësinor Abdilaqim Ademi. Pas takimit dy ministrat Saracini dhe Ademi, së bashku me ministrat Damian Gjiknuri, Ditmir Bushati dhe Lefter Koka, kanë dalë në një konferencë për shtyp ku një zëri kanë deklaruar se nuk ka asnjë projekt për devimin e lumit Radika, shkruan Ora News. Ndërkohë edhe dy ministrat Saracini dhe Ademi kanë deklaruar se nuk ka asnjë projekt konkret për këtë çështje shumë të debatuar. Në ditëlindjen e 68 kryetarit të ndjerë të Partisë Demokratike Shqiptare Arber Xhaferi, në varrezat e qytetit janë bërë homazhe tek varri i tij. Kryesia qendrore e partisë bashkë me kryetarin e PDSH-s Menduh Thaçi, në orët e paraditës kanë bërë homazhe tek varri i themeluesit të partisë dhe njëri ndër figurat më të spikatura të politikës shqiptare, Arber Xhaferi. Ish kryetari i PDSH-s Xhaferi vdiq më 15 gusht të vitit 2012 në spitalin e Shkupit, ku ishte i shtruar prej 2 javësh në gjendje të rëndë shëndetësore. Pas largimit nga programi i televizionit Sitel, Ivona Taleska sipas kuluarëve të gazetarëve do të largohet edhe nga Gazeta Veçer, ku deri më tani ishte kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës. Deri më tani ky lajm nuk është konfirmuar, kurse Taleska është e pakapshme për koment, shkruan Brief.
Largimi i saj mundshëm vjen pas skandalit me furnizimin e pajisjeve mjekësore në vlerë prej 1 milion euro nga firma e Taleskës. Paraprakisht portali Libertas kishte publikuar se redaktori i sitelit, Latas, në kolegium gjatë mbledhjes në televizion, ka thënë se Taleska nuk do të paraqitet në ekranin televiziv, por jo për shkak të skandalit në të cilën është përfshirë ajo, por pasi do t'i përkushtohet temës së saj të doktoraturës. Në Gjepçisht të Tetovës, në vendin e parë të themelimit të partisë së parë historike të shqiptarëve në Maqedoni, Partisë për Prosperitet Demokratik, Këshilli Nismëtar mbajti mbledhje konstituive në të cilën u mor vendimi për reaktivizimin e kësaj partie. Arben Rusi është zgjedhur kryetari PPD-s, ndërka që në mbledhje morën pjesë antar dhe themelues të Këshillit Nismëtar, si dhe antar, simpatizant dhe ish funksionar të lartë të kësaj partie. Njohja e shtetit të Kosovës nga Mjanmari, dialogu i grupeve punuese nga Prishtina dhe Beogradi në Bruksel, si dhe takimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe kompanisë austriake OSD për zgjidhjen e kontestit të pasaportave, janë ngjarjet kryesore që shënojnë zhvillimet e fundit nga vendet e rajonit. Mjanmari është shteti i fundit që ka njohur sovranitetin e Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Unionit Mjanmarit përmes një note verbale ka njoftuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës se ka njohur shtetin kosovar. Mjanmari ndodhet në Azinë Juglindore dhe ka një popullsi prej 60 milion banorësh dhe një sipërfaqe prej 676.000 km². Mjanmari është vendi 106 që ka njohur deri më tani Republikën e Kosovës. Edhe sot në Bruksel, grupet punuese në kuadër të dialogut me Serbinë kanë diskutuar për çështjet energjetike. Kosovën e përfaqëson zëvendës kryeministja e Republikës së Kosovës Edita Tahiri, e shoqëruar nga drejtori i Kostit Naim Bejtullahu. Tema qendrore e takimit ka qenë çështja e përshpejtimit të procesit të implementimit të marrëveshjes së Brukselit për energjinë të arritur më 8 shtator 2014. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës dhe kampanja austriake OSD, e cila kishte shtypur pasaportat biometrike të Kosovës, do të takohen sot në Paris për zgjedhjen e kontestit përmes arbitrazhit. Kontesti është kaluar për zgjedhjen e gjykat arbitrazhi 2 vjet pas shpërthimit të skandalit të pasaportave biometrike, ku zhdukën 1.4 milion euro para të taksa paguesve kosovar. Kompania austriake pretendon se para kosovare nuk i ka përmbushur detyrat ndaj saj. Gjendja e protestave në Kiev, shpërthimi me pasoja në Kairo, si dhe protestat në Tajland, janë ndër zhvillimet kryesore nga bota, detajet e të cilave na i sjell bloku i lajmeve në vazhdim. Ta ndjekim. Gjendja në Ukrainë paraqitet jashtëzakonisht e tensionuar. Në qendër të kryeqytetit në Kiev, mira demonstrues kanë kaluar gjatë gjithë natës jashtë të grumbulluar në sheshin e Pavarësisë, me që dhuna porritet ka edhe të vdekur. Janukovic së fundmi ka takuar kundërshtarët e tij opozitar të përfaqësuar nga Vitali Klitschko. Pas takimit, palët opozitare të zhgënjur lëshuan një ultimatum 24 orësh, brenda të cilit ai duhej që të jep dorëheqje. Demonstruesit kërkojnë dorëheqjen e presidentit nga posti dhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja të parakohshme. Nga përleshjet mes protestuesve dhe forcave të policisë, një ditë më parë humbën jetën 3 njerëz. Opozita përmend madje 7 të vdekur. Të paktën 5 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm që ka ndodhur para selisë së policisë në Kairo. Shpërthimi ndodhi një ditë para përvjetorit të tretë të revolucionit, që ka rrëzuar sunduesin autokratik Hosni Mubarak. Shpërthimi është dëgjuar në disa rrethe të kryeqytetit egjiptian, përgjegjësinë për sulmin ende nuk e ka marrë askush. Sot gjykata kushtetuese e Tajlandës do të vendosë nëse zgjedhjet do të mund të mbahen në datën e caktuar nga presidentja Shinawatra më 2 shkurt, ndërsa protestuesit janë të vendosur për të vazhduar protestat pavarësisht gjendjes së jashtëzakonshme të shpallur nga qeveria. Protestuesit po qëndrojnë afër ndërtesës së qeverisë në Bangkok, ndërsa pretendojnë se qeveria është e korruptuar dhe kërkojnë largimin e kryeministres Yingluck Shinawatra.
Tani një informacion për parashikimet e motit në ditët në vijim. Gjatë ditëve të ardhshme pritet rënja e temperaturave dhe të shtunën meteorologët paralajmërojnë të ketë rreshje bore në pjesën veriore të vendit, duke ushtrirë edhe në zonat tjera. Teleshikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion informativ. Më shumë informacione në edicionet e radhës. Deri atëherë, vizitoni webfaqen tonë, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale të shfaqura në ekran. Mirupafshim.